Unë e shoh edhe në rastet, sepse këtë e ka deklaruar më parë Dumani, dhe tha që ne nuk mund t'i besojmë policisë shtetit sepse kemi 300 drejtues policie shtetit të implikuar në dosjen Sky. E mbani mend besoj? Po. Ku janë të 300 punojës policie? Pse nuk janë arrestuar? Po bëjmë rreth 1 vit e gjysmë që është deklaruar publikisht në kuvend një gjë e tillë. Pse nuk janë arrestuar? Apo ishte show ky fjalim, kjo deklarat? E tjetra është që në qoftë se policia e shtetit ka edhe kryen veprime të cilat bien ndesh me ligjin, duhet të kishte filluar një hetim dhe të mos bëhen deklarata publike. Duhet që me patjetër të kishte hetuar për mos veprim apo veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës, po ka një sër vepra që duhet të kishte filluar prokuroria e posaçme, jo të japim deklarata publike që trondisin shoqërinë. Këtë shoh unë që është problem. Nuk është problem bashkëpunimi, është problem organizimi i prokurorisë posaçme. Merren aty me 500.000 lekë që diskutohet për elton qynën për rrjetet sociale. E nga ana tjetër glabrohet prona publike dhe nuk kryen asnjë veprim. Ta marrin pronën publike nga Ksamili e të dalin veri, është e glabruar e tërë. Është në një veprim hetimor kompleks ky rast për t'u hetuar. Jo. Po se kanë ata në qëllimin e tyre, kanë qëllimin e tyre të marrin ato dosje, ti montojnë, të vënë ai letër këtej, merr letër, hiq letër, edhe dalin edhe shkojnë në gjykat, caktojnë masa sigurimi. Ndërkohë sot, një tjetër zhvillim i rëndësishëm ishte edhe zbatimi i amnistisë penale. 541 të liruar, mbi 800 që përfitojnë ulje dënimi, rillogaritje dënimesh, amnistia u zbatua sot në të gjitha institucionet e vuajtjes së dënimit në Shqipëri. Ke diçka për të thënë për këtë? Unë e vlerësoj që këtu qeveria ka vepruar drejt, sepse gjykata për të justifikuar veten e saj ka dënuar njerëz të cilët nuk e meritojnë atë lloj marzhi dënimi. Ka bërë veprime të cilat kanë ndëshkuar njerëz të varfër, njerëz të cilët nuk duhet të kishin dënime alternative, por i kanë dënuar me burg. Kjo është një veprim pozitiv sepse ndoshta ju ose publiku i shikon me një sy tjetër, po ndërkohë ne si avokat i kemi parë dhe nga ana sociale, nga ana mënyrës kryes së një vepre, nga ana kushteve të tyre, dhe kështu që vlerësojmë që shumica e njerëzve në burgje janë dhe padrejtisht. Kështu që unë them veprimi i kryer nga qeveria është një veprim i drejtë dhe duhet që burgjet të mos shikohen si një dhënie amnistie. Askush nuk e ngre dhe unë mendoj dhe ju ftoj një ditë që edhe ju ta studioni si media se jeni i vetmi zë që mund të flisni. Burgjet nuk janë institucioni për cilën është krijuar. Burgu në Shqipëri quhet ndërshkim. Ndërkohë koncepti i EVP-s është rehabilitus. Pra një qytetar merret, rehabilitohet, këshillohet, jepen ide për jetën dhe mënyrën si duhet funksionojnë në qoftë se nesër do integrohet në shoqëri. Pra ky është qëllimi. Ndërkohë këtu i marrin, i fusin në burg dhe nuk ka asnjë lloj aktiviteti për të cilën ata duhet të riintegrohen në shoqëri. Pra këtu kemi shkelje shumë të rënda të cilat duhet të bëhen dhe publike. Sepse nuk mund të mendojmë ne që dolën 500. Ja do hyjnë 500 të tjerë dhe po e njëjta situatë do jetë. Dhe me të drejtë njëri tha që ne në Shqipëri nuk mund të jetojmë dot pa shkelur ligjin, sepse qëllimi i atij, ai si çyri doli. Ai nuk është edukuar, ai nuk ka marrë një profesion, ai nuk ka marrë një ide për mënyrën si duhet funksionojë jeta. Edhe kështu dalin të gjithë. Pra, kënaqësia më e madhe e tyre është që të dalin nga burgu dhe pastaj shohim e bëjnë, pra nuk ka një